Turistë shumë nga shtetet e Evropës dhe botës ndesh çdo ditë në rrugët e Durrësit dhe pranë monumenteve të trashëgimisë kulturore. Kjo konfirmon edhe një herë faktin se vitet e fundit qyteti bregdetar është kthyer në një destinacion mjaft të preferuar për të huajt, që adhurojnë natyrën e bukur dhe trashëgiminë e pasur kulturore. Disa grupe turistësh po vizitonin sot amfiteatrin e Durrësit, por vetëm nga jashtë, pasi monumenti më i rëndësishëm i antikitetit është i mbyllur të hënën. Në një kohë kur muzeu arkeologjik, ai etnografik, hamami e të tjerë janë jo të vizitueshëm për shkak të restaurimit, qëndrimi i mbyllur i amfiteatrit, qoftë dhe për një ditë, u heq shumë të huajve mundësinë të shohin nga afër këtë aset mjaft të vyer të antikitetit të mbërritur deri në ditët tona. Megjithëse janë fshinjëtan për te Adriatikut, italianët ende nuk dinë shumë për Shqipërinë. O persone che stanno venendo. Duket se ka dy grupe italianësh që vinë të vizitojnë Shqipërinë. Disa vinë për detin dhe bukuritë natyrore, ndërsa një grup tjetër turistësh vinë për të parë nga afër trashëgimin tuaj kulturore. Është e vërtetë që në Itali dihet pak për Shqipërinë. In Italia si conosce molto poco la storia dell'Albania. Di venire a fare questa uscita culturale. Erdha për të marrë pjesë në këtë tur kulturor nëpër Shqipëri. Jemi dy vende shumë afër me njëri tjetrin, por për shumë vite në Itali dihej pak për vendin tuaj. Fillimisht ndodhi eksodi, më pas ngjarja tragjike në kanalin e Otrantos, dhe vetëm vitet e fundit italianët po zbulojnë vendin tuaj. Ka ajo çfarë pash në Tiranë, duke një qytet që ka rënd dhe qetësi, dhe nuk është shumë kaotik. Durrësin po e vizitojmë sot. Come uno si poteva immaginare. Amfiteatri këtë të hënë po vizitohej edhe nga turistë nga Mbretëria e Bashkuar dhe Hungaria. Një guid hungareze rrëfen se agjencia për të cilën punon, si çdo vit 5-6 grupe turistësh në vendin tonë. Ndërkohë në Angli, agjenci turistike po organizojnë ture në 3 vende të rajonit dhe Shqipëria është një prej tyre. They like very much Albania. Hungarezët e pëlqejnë shumë Shqipërinë, pëlqejnë shumë natyrën dhe detin, pasi tek ju deti është i pastër dhe i ngrohtë. Trashëgimia kulturore është një tjetër aset që i tërheq shumë. To travel in Albania. I was in Tirana. Isha në Tiranë, në Ohër të Maqedonisë së Veriut, dhe tani jam këtu në Durrës. Agjencitë turistike në Angli kanë nisur të organizojnë ture disa ditore me vizita në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Këtu tek ju më pëlqen shumë klima dhe ushqimi, por edhe çmimet. Ju keni çmime shumë të lira. Megjithëse jemi ende në atë që konsiderohet si sezoni ulët, qyteti bregdetar ka regjistruar për gjatë 4 muajve të parë të këtij viti shifra të konsiderueshme turistësh, duke paralajmëruar një verë të nxehtë dhe me shifra të larta vizitorësh.